Sipas Kushtetutës së Kosovës, tek neni 139 janë të përcaktuar mënyra se si propozohen dhe kush duhet të jetë antari në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Lëvizja vendosur ka gabuar kur i ka dërguar 3 kandidat, por edhe zonja Osmani ka gabuar kur nuk i ka dekretuar njërin 2 kandidatët nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Pra nuk do duhej që zonja Osmani të mos e dekreton njërin kandidat të nominuar nga radha e PDK-s, sepse sipas Kushtetutës, sipas frymës së këtij neni, dihet se cilat janë grupet më të mëdha parlamentare. Aktualisht është Lëvizja Vetëvendosje, PDK, LDK dhe AK. Sipas Kushtetutës, neni 139 janë 6 antarë që duhet të jenë nga grupet më të mëdha parlamentare. 2 për Lëvizjen Vetëvendosje, 2 për PDK-n, 1 për LDK dhe 1 për AK-n. Ky rregull nuk do duhet të përjashtojë. Ne kemi edhe praktikën e vitit 2021 kur zonja Osmani i ka dekretuar sipas kësaj formule dhe këtë nuk do duhet ta shmangte edhe kësaj here. Por nuk do duhet të vendim tek gjykata kushtetuese. Kushtetuta është e qartë në këtë aspekt dhe nuk do duhet të bëhej problem. Po e përsëris. 2 vetëvendosje, 2 PDK, 1 LDK, 1 AK. Kjo është formula që do duhet ta përdorte zonja Osmani. Ndërkohë 1 i nominuar nga radhët e Komitetit të Shumicës Serb, 3 nga komunitetet e tjera dhe siç e dini I11 që është kryesori, kryesuesi që vjen nga anëtarët e Gjykatës Supreme. Nuk mund të paragjykojmë për situatën ose pse ajo ka bërë një gjë të tillë, por nuk ka qenë e drejtë edhe e arsyeshme që të dërgohet edhe lënda në gjykatën kushtetuese pyetja e saj, sepse një pyetje të tillë e ka dërguar edhe ish-presidenti Zoti Thaçi, ku gjykata kushtetuese ka nxjerrë akt vendim për papranueshmërinë. Domethënë nuk e ka pranuar lëndën si të tillë për arsye se presidenti duhet të vendosë sipas 2 kritereve, sipas kriterit kushtetues që ka një dispozit kushtetuese dhe sipas bindjes së vet.